nuk jeni drejt në mes votimit me ndryshu forma e votimit. Prej kur kohë vend, edhe para shkollës pavarësisë dhe pas shkollës pavarësisë, kjo është e pa precedent, nuk ka ndodhur. Sikur kishte vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta filloni krizën, po të dilni nga kriza sepse ju ka kënë që ta propozoni dikën që për një nga kvota dhe ju e dini që po në mesin e ju të tillë. Andaj, mos e filloni krizën, zhbllokojeni, sepse nuk meritojnë qytetarët e Kosovës për shkak të tekave tuaja me kthy kuvendin në cilë. Ju edhe mund ta impononi në mënyrë arbitrare përmes kryesuesit që po e keqpërdonin në seancë për çka ndjek keqardhje për të personalisht, nuk keni drejt. As sekretariati s'ka drejt me i ndëgju edhe me ju vinë të pjesave të palegjshme jo kushtetuese, por votat që si keni hapur në mënyrë transparente, që doni me po në mënyrë të mshef, apo mendoni që ka me pasor, për cilin ju e dini një tjerë se dim që është në kutin e votimit, ju s'keni drejt. Ju nëse doni me fillu e filloni tuti, e dini që po krijoni precedent antikushtetues, e dini që në rastin e pamundshëm që e keni edhe me kalu, që kjo ju rëzohet nga. Po s'është qëllimi jonë as me kryer as kushtetues, as po dojmë që të bëjë kushtetues, mos u veksoni. Por zgjedhni një kandidat që ka ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të punuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vazhdojmë dhe do t'ju shohim e do të bëjmë dëshmitar për shkak të çfarë që na kanë provuar në këto ujse të këtij cirku që po doni me votë, për vërtet të shtyrje, për te qytetarë që kanë votuar juve, kjo sjellje dhe kjo çështje dhe kjo tallje në vendin e Republikës.